nuk kishte asnjë mungesë politike në tryezë, natyrisht që do kishim dashur që të ishte i pranishëm zoti Gjinushi dhe Dule, por ato janë jashtë Shqipërisë, ata janë përfaqësuar me të tjerë, nuk është një mungesë politike, as kjo e zotin Gjela. Ndryshe nga sa tha zëdhënësi i opozitës së bashkuar Perç Zogaj se mungesa disa prej aleatëve në takimin e të martës me kreun e Partisë Socialiste Edi Rama nuk ishte arsye politike por personale, Spartak Ngjela, një ndër të munguarit në këtë takim, ka një tjetër version. Për të, diskutimet e këtij niveli duhen bërë në vende publike dhe në vëmendjen e shoqërisë, çka nënkupton hapur se pakënaqësia e tij direkte kishte lidhje me vendin e takimit në salinë e njërës prej partive të koalicionit PDK të Nartëndokës. Kisha se si e para një herë që të kesh rezonancë shoqërore, duhet të jesh serioz. Dhe vendi ku merren vendime duhet të jetë shumë publik. Duhet të jetë një kupol normale nga të cilën e beson shoqëria. Kjo është arsyeja asgjë tjetër. Zoti Ngjela bëri një koment edhe mbi kursin e ri politik të opozitës të lajmëruar nga kryesocialisti Rama, duke shprehur idenë e tij se elitat intelektuale duhet të jenë bërthama e qeverisë së opozitës. Kursi i ri opozitar duhet të jetë e para demokratik, e dyta me përgjegjësi, e treta duhet urgjentisht të ndalohet fryma anti-intelektualiste, që ka filluar në Shqipëri në vitin 1967 dhe s'ka mbaruar akoma. Dhe e treta, për të dalë nga kriza, të gjithë do të kuptojnë që duhet i drejtojmë intelektit shqiptar të kualifikuar. Ka ardhur koha shqiptarët të drejtohen nga elitat. Zoti Ngjela është një ndër ata aleatë Partisë Socialiste të cilët kanë mbështetur tezën e një opozite radikale dhe të ashpër në raport me mazhorancën me protesta popullore dhe revolucione.